Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka intensifikuar kontrollet inspektuese para festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, duke vënë në fokus restorantet dhe bujtinat në gjithë vendin. Janë realizuar gjithsej 423 kontrolle në objektet hotelierike dhe 228 kontrolle të jashtëzakonshme të operatorët e ushqimit me origjinë shtazore. Inspektorët kanë konstatuar shkelje të shumta si mungesë të kontrolleve shëndetësore për punonjësit, kushte të papërshtatshme higjienike, ushqim i pasigurt dhe produkte me afat të skaduar, ruajtje jo e rregullt të ushqimit dhe mungesë dokumentacioni. Për këto parregullsi janë shqiptuar 60 gjoba në vlerë mbi 33.000 euro dhe janë azgjësuar mbi 624 kg ushqimi i pasigurt, kryesisht produkte mishi. Nga AUV apelojnë te qytetarët që të blejnë ushqim vetëm te objektet e regjistruara dhe të certifikuara, si edhe të kenë kujdes për higjienën dhe ruajtjen e ushqimit gjatë festave.